mund të jetë një njeri i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Është brenda PS-s? Mund dëgjoj. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm i PS-s. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm brenda strukturës së posaçme. Nesi Angoni mund të jetë një shërbim sekret, mund të jetë një shërbim i huaj. Nesi Angoni mund të jetë kushdo, Roland. Ne këtë nuk e dim, sepse Nesi Angoni është thjesht një emër, por pas emrit çfarë qëndron? Qëndron një tek individ apo qëndron më shumë se një tek individ? E bëre vetë pyetjen, përgjigju vetë pyetjes që bëre vetë. Prandaj e bëra këtë pyetje. Jo, bëre pyetjen vetë, e bëre pyetjen vetë, përgjigju vetë tani. Po nuk i përgjigjem dot për Nuk i përgjigjem dot. Nuk i përgjigjem. Prandaj e ngresi pyetjen. Më thuaj cilët janë kandidat për potencial për Bashkinë e Tiranës nga Partia Socialiste. Unë kandidat të mundshëm shoh Ogerta Manasterliu. Do doja shumë që në fakt njerë në garë për kryetaren e Bashkisë së Tiranës të kishim një grua, dhe unë e shoh Ogerta Manasterliun si një emër. Na mbyllët ju gratë. Çfarë bëni kështu? Sidomos ju të PS-s, domethënë ju të mbulon PS-s, nuk je na mbyllët ju gratë. Çfarë bëni më? Po do të ishte interesante të kishim edhe një grua. Edhe ti si Rama. Shefe shërbimit sekret është grua. Ministrat e mbrojtjes mbaroi punën zoti Rama. Për të parë Mimi Kodheli. Apo edhe Okta Xhaçka ka qenë ministre e mbrojtjes. Po para ka qenë Mimi Kodheli. Nuk ka madje edhe në rajonin ton madje. Dhe tani në mos gaboj ka ngelur për ministri i brendshëm vetëm ministri i brendshëm për Ministri i brendshëm, më duket se ka mbetur pa drejtuar nga një grua. Dhe kulmi ishte që nga në mos gaboj 18-19 antarë të kabinetit vetëm 4-5 ishin burra. E kuptoni tani ne jemi kështu qeveri nordike, norvegjeze, suedeze, tani na mbyllët ju gratë. Është gjë e mirë kjo? Gruaja forcë e madhe. Atëherë rrim këtu te Bashkia e Tiranës, Manasiliu 1. Manasiliu besoj, Blendi Gonxha është një emër i mundshëm për shkak të rezultatit që ai prodhoi në zgjedhjet e 11 majit. Unë shoh këto dy kandidaturat si më të mundshme të Roland. Mendoj që janë kandidatura të rëndësishme, të forta të Partisë Socialiste për qendrën e Tiranës, edhe pse pyetja e madhe është kush do jetë kundërshtari. Sepse te kundërshtari është mendoj që është një siklet i madh për këta. Jo, për të fituar, nuk është problemi për ta fituar këta. Problemi është Roland kush do ta marrë këtë përgjegjësi për t'i dalë përballë kandidatit të Partisë Socialiste. Këtë po them. Kush do ta marrë Kush është ai që do rrezikoj? Kush do ta ai që do rrezikoj dhe kush do ta ai që do t'i vë karrierën e tij. Do kthejmë, po prit këtu tani. Do Manasiliu dhe Blendi Gonxha. Blendi Gonxha. Mund të kemi dhe surpriza, këtë ne nuk e përjashtojmë sepse as unë as ti dhe një pjesë e madhe nuk jemi në kokën e Edi Ramës dhe çfarë mendon Edi Rama. Unë them që janë dy emra të mundshëm të Partisë Socialiste, për që në garën e Tiranës. Rama në mëngjes, e ka parë dhe në ëndër, edhe thot Engeleda Mema, kandidate... Jo, nuk besoj se Rama është kryeministri që çohet në mëngjes dhe shikon në ëndra. Unë mendoj që Rama është një... Unë merr mendim për këtë gjë, i merr mendim... Jo, nuk po thoja këtë, absolutisht nuk merr... Ai thot Engeleda Mema, kandidate e Bashkisë. Jo, besoj kam përshtypjen që ai është një njeri pak më afatgjat. Pra ai nuk është, unë nuk besoj që Edi Rama është njeriu i çastit të fundit dhe i rastësisë. Besoj që ai është një njeri që e ka strategjinë e tij e shtri në kohë. Pra ai e di kur nga pika A do shkojë te pika B te pika C. Po është i qartë. Pavarësisht se Rama shpeshherë mund shfaqet si njeriu që do ta arrim të marrëveshje, do ta bëjmë, por unë mendoj që Rama është njeriu që gjithmonë e ka planin B ose asin tjetër nën mang. Për çdo situatë ai e ka gjithmonë një as tjetër se si do shkojë tek zgjidhja të cilën ai ka projektuar në mendjen e tij, ka vendosur. Ç'është kjo aftësi sepse ti e njeh shumë mirë dhe jo, nuk e njeh shumë mirë Edi Ramën, them të drejtën. Ti e njeh shumë mirë, por lëre tani. Ti e njeh, po ti nuk je bashkëpunëtor Edi Ramës, po ti si gazetare e njeh shumë mirë, po them. Për së largu. Po për së largu. Ti mbulon Edi Ramën, ti më thua për së largu. Çfarë për së largu moj? Po e mbuloj Partinë Socialiste, por është ndryshe që ti t'jesh pjesë në brendësi të Partisë Socialiste, dhe është ndryshe ti t'jesh jashtë. Ti je shoqja e Edi Ramës. Ti je gazetare që mbulon Edi Ramën dhe ke shumë informacion. Pik. Ktu nuk e vëmë në diskutim të. Tani, si ka mundësi që Edi Rama arriti të ka përzier dhe parashikimet edhe atyre, po themi, më entuziaste dhe të bëj këtë që thatë ju, pra të kalkuloj në mënyrë gati me saktësi kirurgjikale lëvizjet e tij si një lojtar shau, dhe këtë s'ja mohojmë dot këtë. Po. Shiko, Partia Socialiste nuk futet në garë elektorale me duar në xhep, Roland. Pra nuk futet me idenë që ne jemi partia në pushtet dhe me patjetër neve do të na votojnë. Partia Socialiste shkon me një plan shumë të saktë dhe me një si them, një analizë të detajuar të gjithë territorit të Shqipërisë. Të gjithë, në çdo qelisë. Partia Socialiste është e mirë informuar, e mirë saktësuar,
ku i ka njerëzit, sa vota ka, si ka lëvizur trendi i votës, nga qeliza më e vogël, nga njësia më e vogël administrative deri në njësinë më të madhe administrative. E dinin ata për këtë do votonte Nkeleta Mema? Unë besoj që po. Ata janë shumë të qartë. Çfarë thua moj? Ata kanë një. Me vërtet e ke? Tani, e din ata se këtë do votojnë Nkeleta Mema, se mos e bë pyetjen kaq se duket si pyetje banale, e din Nkeleta Mema, do votojnë Nkeleta Mema. Pyetje banale ai nuk bën një trend. Ka përgjigje banale. Jo, duket sikur e bëjmë banale se ai di ai se këtë do votojnë, se unë nuk votoj Partinë Socialiste. Heqim emrin e Nkeleta Mema. Që t'jemi të qartë. Nuk e voton. Unë nuk e votoj Partinë Socialiste. Gazetari që mbulon Partinë Socialiste nuk e voton Partinë Socialiste. Jo, kjo është perl fare. Po mirë, po themi. Po ti këtë mos e bë super lajm. Jo, po këtu jemi, po këtu përçehemi ne Nkeleta. Këtu për lajm jemi. Po mirë, ndrojmë emrin e Nkeleta Mema. Po themi, e di Partia Socialiste për kë votoi Roland Qafoku? Patjetër, sepse ata kanë të gjithë njerëzit e tyre të shpërndarë në terren për të identifikuar çdo votues të tyre. Ata bëjnë një analizë shumë të mirë të trendit të votës dhe nuk e bëjnë trendin e votës Roland në zgjedhjet e fundit. Ata bëjnë trendin e votës në vite. Në vite, në muaj, pra këtë bëjnë trendin e votës ata. Prandaj ata janë me një dokument të sakt para syve. Edi Rama ishte i bindur që do t'i merrte mbi 83 mandate. Dhe në fakt, po ta shohësh, edhe tek ai memorandumi i Kuçit, e ka vendosur atë pikën pikërisht aty ku i dole. Po si ka mundsi? Sepse ka këtë dokumentin në Roland. Nuk është si Partia Demokratike që futet në garë dhe nuk di ku ka votuesit, si ka ndryshuar votuesit. Nuk e di. Partia Socialiste e di shumë mirë. I di njerëzit, ori ka të ndarë me bloqë në Roland. Më ngasove me këtë të Kuçit. Ka bërë një kapërcim zoti Rama, se ti e gazetare vëmendshme. Në fillim, mos gaboj 6 muaj para, tha PD-ja do marrë ai sa ka marrë në feshtatën dhe në feshtatën hapa arkiva. Ka që kjo është lojë emocionesh lart. Do të thënë ai po ta dëgjoj. Që tha kështu? Po, është vërtet. Se ishin 27 mandate. Unë hapa arkivat 27 mandate kishin ftuar PD-ja në. Patjetër, po unë kam përshtypjen që kjo është lojë emocionesh që luan, sepse njëherë thanë ne do shkojmë në 74. E la me shnim. Pastaj tha ne do të jemi në 71. Kjo është lojë emocionesh që luan ti me kundërshtarin, por edhe me Nkeleta, Manasiliu dhe Gonxhe, nëse do jenë këta kandidatët dhe gjasat janë dhe të fitojnë, sipas edhe asaj që ti the që kush do jetë ai që do të dalë para. A janë jo, do të shohim kundërshtarin, do të dimë se cili është kundërshtari, sepse nëse kemi... Ka shanse që mund të fitojë? Nëse jo të fitojmë. Po çfarë? Sepse nëse përballë kemi një kundërshtar siç është Ilir Ali Mehmeti, i cili është një figurë e preferuar. Ilir Ali Mehmeti në Nkeleta. Po ti shikoj çfarë po bëjnë atje më. Po them nëse Roland. Po nëse tani këta dy, pra Manasiliu, zonja Manasiliu dhe Blendi Gonxhe, nëse do jenë këta kandidatë dhe gjasat fitojnë, janë kandidat potencial për të qenë sukcesor të Edi Ramës në Partinë Socialiste? Pasardhës të... Nuk di ta them. Nëse mund të jenë këta. Se ai që ka Bashkinë e Tiranës? Po, është një lloj ideje që ai që drejton Bashkinë e Tiranës duhet rruga e tij politike duhet shkojë drejt kryetarit të partisë. Por Ogerta Marceliu dhe Blendi Gonxhe janë bashkëpunëtorë të fortë të Edi Ramës. Pra, Ogerta Marceliu... Blendi Gonxhe është një bashkëpunëtor i vjetër, por edhe i ri. I vjetër, por dhe Ogerta Marceliu është një bashkëpunëtor e vjetër. Jo, tani ajo është bashkëpunëtor e vjetër e qëndrueshme. Po. Ndërsa Blendi Gonxhe i vjetër, madje shumë i vjetër, se ka qenë Gonxhe ishte studenti i zotit Rama. Në fillimet, domethënë. Po, në fillimet dhe pastaj pati shkputet, tani është edhe i ri. Po. Por unë besoj që ai që do të pasojë Edi Ramën, besoj që do të jetë një vendimarrje dhe vullneti i Edi Ramës. Pra do të jetë ai që do ta përcaktoj pasuesin e